Si ushqen Perëndit? Nëse Perëndit ekzistojnë, ose Zotat, ose këto qenjet që ekzistonin dikur, që thuej që njeriu ishte gjithmonë në kontakt me ta. Dhe pyetja është folur që prej kohërave antike. Atëre, si ushqen? Sepse qoftë në për tekstet antike, në të gjitha tekstet antike, por edhe nga gojdhënat e njerëzve, pra të mbarë kontinenteve, thuhet që ata ishin zota por të vdekshëm. Pra vriteshin, sepse vriteshin mes njëri tjetrit, kur për shembull babai vriste djalin, djali vriste xhaxhain apo vllain apo ku ta di unë. Pra ishin të vdekshëm. Është një nga argumentet më të rëndësishme. Madje unë e cilësoj argumentin thelbësor të këtyre diskutimeve që kemi, sepse padyshim shumë prej jush e kanë kuptuar që ka diçka atje jashtë, diçka që fshihet. Dhe pyetja është çfarë është ose çfarë janë, dhe në qoftë se janë perëndi apo janë qenie ose specie të pakuptueshme për trurin e njeriut. Si gjithmonë, kush është rastisht, nëse nuk e keni bërë lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish, dhe ju falenderoj që jemi për herë bashkë. Atëherë, sot do t'ju flas për një argument vërtet kompleks, por do t'ju lutesha ta ndiqni këtë argument deri në fund. Pastaj lini komentin tuaj si mendoni ju. Kam patur nderin që të takoj Konrado Malangën. Për ata që nuk e njohin Konrado Malangën, është kimist, si profesor, ka qenë, sepse tani është në pension, por është një nga kimistët më të rëndësishëm në Itali, për më tepër, ka qenë profesor në Universitetin e Pizës, njëkohësisht edhe në Rom, dhe ka marrë pjesë, ka qenë pjesë sepse ishte drejtor i qendrës ufologjike të shtetit italian. Dhe për 30 e ca vjetë, pra një njeri që ka qenë në brendësi të këtyre argumentave. Dhe pas vitit 2005, ai bëri diçka që se kishte bërë kush. Filloi që të bënte hipnozë regresive. Bile ai tregon që filloi që nga viti 1998, por aty intensivisht, me fjalë, ishte viti 2005. Dhe ka bërë edhe disa libra për këtë. Dhe ai flet haptazi, bile ai ka bërë me mira hipnoza, por 3000 hipnoza, pra 3000 i ka cilësuar si më të rëndësishmet. Sepse ato që ka zbuluar brenda këtyre momenteve të hipnozës, ai përveç se i ka shkruar në libër, po ai thotë që janë e vërteta e njerëzimit. Po çfarë ka zbuluar profesor Malanga brenda këtyre studimeve ose mirë kërkimeve? Duhet të dini që këto hipnozat kanë filluar që prej kohërave në vitet 60-70. Madje edhe Edgar Cayce e filloi në atë kohë, por edhe studiues të tjerë që kanë marrë shumë seriozisht, vetëm se me kalimin e kohës e reduktuan, dhe do t'ju them se përse. Atëre, pikë së pari, duhet të dini që do t'ju bëj një pyetje që të kuptohet mirë. Si mendoni ju, në një botë të tillë, njeriu mund ta drejtojë vetë këtë planet? Mundet që të kesh një kapanon, më falni që do e lidh me këtë, por do të dëshiroja që ta kuptoni mirë. Në qoftë se do të kesh një kapanon me pula, mundet një nga pulat të drejtojë gjithë kapanonin? Ose në qoftë se do të ketë një stall me lopë, stalla lope që ke ti, për shembull, ti mundet që të lësh një nga lopët që të drejtojë gjithë lopët e tjera? Askush nuk e bën, sepse është e pamundur. Pra e njëjta gjë ndodh edhe me planetin Tokë. Sipas studiuesve ose ufologëve, pretendohet që këtu ekzistojnë disa specie që ne nuk i kuptojmë, ashtu siç edhe lopa apo pula që nuk kupton njeriu. Dhe është kjo arsyeja që ne, duke mos e kuptuar, ne pretendojmë që jemi vetëm. Por ne i kemi përpara syve tanë, që është e vërteta që prej kohërave antike na flasin për këto perëndi ose këto qenie, disa i cilësonin si zota. Dhe do t'ju them se çfarë mendojnë tani ufologët. Dikur i cilësonin si demon, ose e quanin demon, më përpara i quanin edhe ëngjëj, të tjerë i quanin specie të tjera, fantazma, pra ndër vite kanë marrë toponime të ndryshme. Sot ne i quajmë alien, mundet që t'jenë e njëjta gjë, sipas studiuesve janë e njëjta gjë, veçse shfaqen në forma të ndryshme dhe ne u kemi dhënë një emërtim tjetër. Pra nuk është gjë tjetër, veçse ajo botë atje paralele, është një botë që ne nuk e perceptojmë, por i kemi dhënë një toponim tjetër dhe sot e kemi humbur. Pra rrugëtimin ose
ndikimin e atyre specieve në jetën tonë. Por nuk është kështu, sepse për shembull, ndikimi i atyre ka qenë prej kohësh, vazhdon ende sot në shumë deg të jetës, sepse kanë informuar njeriu dal nga dal disa specie, disa qenie ose disa alien, si mund të quhen, në shumë zhvillime të teknologjisë, në shumë zhvillime të jetës. Këtë e kemi thënë me mira herë, që nga Mendelejev, nga Leonardo da Vinci, nga e të tjerë, dhe unë nuk dua që të përqendrohem në këtë. Por në qoftë se atëre këta ekzistojnë, e përsëris edhe një herë pyetjen, në qoftë se këta ekzistojnë, këto specie, sepse në qoftë se ka gjithë këto tregues ndër vite, atëre do të thotë që ekzistojnë. Pra, në qoftë se ekzistojnë, me se ushqehen? Pra, si ushqehen? Sepse që nga kohrat e lashta tregohet që në të gjitha tekstet antike, madje edhe njerëzit e thjesht, akoma sot, pra në ngujdhëna, tregojnë që zotat vriteshin mes njëri tjetrit. Do të thotë që ata janë të vdekshëm. Njëkohësisht, ne, me një fjalë sonte, do bëjmë pyetjen e madhe. Si ushqehen? Mirë, dëgjoni pak. Që prej kohrave antike ne kemi të shkruar këto. I kemi shkruar gjithandej. Por njeriu është i verbër, sepse njeriu kërkon atë që nuk ka. Madje kur gjen të vërtetën, e tremb e vërteta. Dhe çfarë bën? Ai ja na shkalon. E keni vënë re këtë, po jo. Sepse kushdo që thotë të vërtetën, tremb këdo dhe tundet çdo gjë. Unë do ta filloj nga Homeri. Homeri në shkrimet e tij shkruante se perëndit ushqeshin me ambrozinën. Ambrozina, ose ambrozia, ambrozina. Çfarë ishte kjo ambrozia ose ambrozia? Ambrozia ishte një nektar që ushqente pikërisht perëndit. Por çfarë është në të vërtetë? Më dëgjoni me vëmendje sepse në fund do habiten, jam i bindur për këtë. Përpara se t'ju them se çfarë është në të vërtetë nektari, do t'ju them edhe kontinentet e tjera dhe vendet e tjera në mbar botën që tregojnë të njëjtën gjë, që perëndit ushqeshin me një nektar. Pra, për shembull, në luginën indiane ose në gjithë Indin, e quajnë ende sot amnita. Amnita ishte ushqimi i perëndive. E gjeni këtë gjithandej në të gjitha shkrimet indiane. Në keltët, për shembull, ose këta nordikët e quanin pra ushqimin e perëndive, që perëndit ushqeshin me këtë lloj ushqimi, që ishte, edhe në fund do t'i them se çfarë është. Hidromele ose hidromela. Hidromele që i thon keltët akoma sot ose nordikët. Dhe në Persi e quajnë soma ose idoama. Ose më mirë në Kin e quajnë eliksir. Atë që ne themi gjithmonë, eliksiri i jetëgjatësisë. Pse quhet eliksir? Kisha vendosur që ta lexoja në fund këtë, por po ja u them tani. Okay? Eliksirin që thuhet ende sot në Kin. Dhe ne kemi gjithandej eliksirin. Eliksiri do thotë eliksiri i jetëgjatësisë, por prisni. Mbajeni mend këtë fjalë. Kurse populli Maja e quante gjithmonë perëndit e popullit Maja, gjithmonë perëndit e quanin këtë, pra këtë nektar që merrnin ose që ushqeshin, xocolatl. Okay? Kurse në Afrikanët, gjithë kontinenti afrikan, perëndit u thoshin njerëzve që ushqeshin me tej. Okay? Ndërsa në Polinezi ose gjithë Oqeania ishte kava, ajo që ushqente perëndit. Tani këto ishin perëndit që thoshin që nëse ushqeshin, sepse u thoshin njerëzve që ushqehemi me këtë, dhe i kishin vendosur një emër. Si që thash, Homeri thoshte që në trojet shqiptare po flasë, Homeri trojeve shqiptare, thoshte se ambrozia ishte ajo që u jepte jetë perëndive, sepse mund që të vdisnin, dhe kështu që ushqeshin me këtë lloj nektari. Por çfarë ishte ky lloj nektari? Mirë. E ka njeriu, nuk e ka asgjë tjetër. Njeriu ka pavdekshmërinë. Po, sepse njeriu ka shpirtin ose energjinë. Energjia e njeriut ose shpirti i njeriut kur futet në
trupin e tij mund të ekzistojë aty në jetë jetëve. A e dini apo jo? Sipas studimeve të kryera, nëse ne marrim trupin e njeriut, nëse i ndërrojmë, pra i ndërrojmë organet, i ndërrojmë zemrën, veshkat, mushkrit etj. Nëse do të ishim në gjendje që dal nga dal të ndërronim edhe pjesë të tjera, edhe trurin etj, njeriu do të jetonte në pafundësi. Sepse procesi që bën trupi ynë është krijuar ose programuar, gabova, është programuar që të vdesi 120 vjet. Dhe këtë nuk e ka bërë Zoti. Zoti, tregohet ose Perëndia kush i dha shpirt njeriut, e ka bërë që njeriu të jetojë deri në 1000 vjet. Mirëpo disa qenie e modifikuan njeriu 750.000 vite më parë, parafërsisht thuhet kështu, dhe i modifikoi telomerët, që janë ata që rregullojnë, me një fjalë, orën biologjike të trupit tonë. Dhe si përfundim njeriu vdes paraprakisht. Por ndonse është kjo, është bërë test që dal nga dal duke modifikuar ose zvendësuar organet, njeriu mund të jetojë gjatë. Tani lind pyetja. Së pari, çfarë duan këto perëndit nga njeriu? Si e marrin? E pike parë është që ata ushqen me këtë nektar, që nuk është gjë tjetër në të gjitha këto, në këtë listë që ju bëra më përpara, është nektari që merrnin pra perëndit në çdo popullat dhe ja u merrin njerëzve. Po. Pra, nëse keni vënë re në ato filma ku afrohet dikush një qenie dhe ja bën dhe vjen një lloj energjie nga trupi i njeriut në gojën e tij, duke ja thithur ky, nuk është gjë tjetër që është një ngjyrë e bardhë, në ngjyrë blu. Nuk është gjë tjetër veçse nektari që ata pinë, që në të vërtet është shpirti ose energjia e njeriut. Dhe duhet të dini, siç u thash dhe më përpara, që energjia e njeriut ose shpirti i njeriut mund të jetojnë në pafundësi. Dhe sa më shumë këta thithin nektarin, aq më shumë jetojnë. Dhe nuk është se kanë nevojë për tonelata të tëra. U mjafton një pjesës. Merrni mend, një njeri që mund të jetojë 1000 vjet, nëse këta i thithin nektarin ose i thithin shpirtin. Nëse ja thithin të gjithë, mund të jetojnë 1000 vjet tjera, sepse siç thash më përpara, Zoti që krijoi njeriu e ka krijuar që të jetojë deri në 1000 vjet. Mirëpo këto qenie, këto specie që u ndërhyrën në ADN-n e njeriut rreth 750.000 vite më parë, e ndërhyrën që ta modifikonin në mënyrë që njeriu mos jetonte shumë gjatë. Dhe e dini pse? Sepse nuk duhet të kuptonte. Nëse keni vënë re, njeriu sa ndërgjegjësohet, vdes, fillon dal nga dal, reduktohet truri dhe mbaron. Aq e ka. Pikërisht pra që mos ta kultivoj ndërgjegjen dhe mos të jetë i zgjuar që të kuptoj se çfarë po i ndodh. Dhe thuhet që ky është pra laboratori i specieve, që nuk janë ata, sepse edhe vetë ata, sipas ufologëve, kërkojnë Zotin e vërtet, pra krijuesin. Njëkohësisht ata i thonë edhe njerëzve, Zoti i ka krijuar të gjithë njësoj. Atëre pse ata duhet që të dominojnë njerëzit dhe të thithin nektarin ose të vjedhin nektarin? Pra, sipas burimeve të gjithë ufologëve, mendohet që këto specie nuk bëjnë gjë tjetër se veçse për të ushqyer u marrin pak energji njerëzve kudo që i takojnë, me fjalë kudo që i rrëmbejnë, ose ndoshta edhe mes tyre, ose ndoshta duke ecur, ose ndoshta edhe nëpër supermarkete. Nuk do t'i njohësh kurrë, siç thonë dhe ufologët, sepse mund të kamuflohen, mund të maskohen si kur t'jenë një njeri, një grua, një fëmijë, ose të zhduken fare, pra mund të bëjnë ç'të duan, sepse këto si quhen senset tona janë mjaft të limituara dhe nuk mundet që të perceptojnë botën që e rrethon. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Ky pra është në sintezë argumenti që tregon Corrado Malanga për sa i përket hipnozës regresive, që ka dalë në bazë të 3000 pra njerëzve që janë testuar. Dhe do dëshira një komenti tuaj. Ju çfarë mendimi keni? Mundet që të jetë vërtet kjo? Mundet që alienët, nëse ekzistojnë me të vërtet, të ushqejnë pikërisht me nektarin, pra shpirtin e njeriut? Dhe ka që i rëndësishëm është shpirti dhe tjetra. Si është e mundur që ata të modifikonin pra gjenetikën e njeriut? Dhe duhet të dini dhe diçka tjetër, sepse jo të gjithë njerëzit janë donator të kësaj
të këtij nektari. Tregohet se një pjesë janë prej tyre, jo të gjithë. Vetëm ata që janë të zhvilluar, sepse sipas gjasave janë dy specie. Njerëz po flasë, specie që është zhvilluar, që ka marrë një moment që mori zhvillimin dhe ngadalë duke u përcjell në breza, një pjesë janë bërë më të zhvilluar dhe një pjesë tjetër kanë mbetur mbrapsht. Dhe këta që kanë mbetur mbrapsht i afrohen majmunit, kurse ata që kanë ecur përpara kanë gjenet më të zhvilluara dhe kanë energji tjetër, jo si ajo e majmunit. Parafërsisht ja u thash kështu që të kuptohet. Dhe këta shkojnë dhe gjurmojnë ata më të zhvilluarit, pra sipas gjasave të profesor Malangës. Pra alienët. Dhe megjithatë, do dëshira një komentin tuaj, natën e mirë, ju përqafoj dhe bëni kujdes me komente, sepse këto janë studime të mirëfillta, të bëra nga shumë studiues, nuk është vetëm Corrado Malanga. Kështu që disa që nuk i kuptojnë, do t'i lutesha të mos komentoni nëse nuk e kuptoni. Megjithatë, nëse shkruani komente këtu, do t'ju ndihmoj nëse dëshironi në një përgjigje. Ju përqafoj.